Në katedralen e Korçës u zhvillua sot një ceremoni përkujtimore në ndert të Llazar Zai Fundos, një prej figurave më të njohura të historisë politike shqiptare në 81 vjetorin e vdekjes së tij. Të afërm qytetarë dhe përfaqësues të komunitetit u bashkuan në një homazh të qetë për të rikthyer në vëmendje jetën dhe idealet e tij. Familja e kujtoi Fundon si një intelektual që i parapriu kohës me bindje të forta dhe me një vizion që synonte një shoqëri europiane dhe të lirë. Pas dekadash në heshtje, të afërmit thonë se kanë mësuar gjithnjë më shumë për të, duke rikthyer figurën e tij në identitetin e familjes. Zai ishte për një Evropë të bashkuar. Edhe do Zoti dhe neve të hymë sa më parë në Evropën e bashkuar. Unë sot, tashin edhe për 81 vjet, e kemi ndjerë atë vdekjen e tij. Në shtëpi nuk fliteshe shumë në atë kohë, po në kohën e demokracisë mësuam dhe më shumë gjëra. Mua më vjen shumë keq. Gjatë ceremonisë u theksua rëndësia e njohjes së historisë personale dhe kombëtare, si dhe nevoja për të mos mbajtur më peshën e paragjykimeve të së kaluarës, të cilat për më shumë vite rënduan mbi brezat pasardhës të kësaj familjeje. Me lutje dhe homazhe të pranishmit nderuan kujtimin e Llazar Zai Fundos, duke konsideruar kontributin dhe idealet e tij si pjesë e vlerave që sot rivlerësohen në shoqërinë shqiptare.